Goditet një rast i ndërtimit të palishëm në plazh, arrestohen në flagrancë 8 shtetas. Si dhe identifikohet dhe shpallje në kërkim shtetësja për llogaritës së cilës dyshohet se po kryheshin punimet e palishme. Si rezultat i kontrolleve dhe verifikimeve në terren, me prioritet zonat bregdetare me qëllim parandalimi dhe goditjen e rasteve të ndërtimeve të palishme. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë konstatuan se në një objekt i përbërë nga disa struktura një pjesë e tyre në ujë, në një hapësirë plazhi në lagje nr. 1 kryheshin punime ndërtimi të palishme. Gjatë ndërhyrjes, shërbimet e policisë arrestuan në flagrancë 8 shtetas, gjithashtu identifikuan dhe shpallën në kërkim shtetasen që posedonte hapësirën e plazhit AB, për llogaritës së cilës dyshohet se kryheshin punimet. Punohet për kapjen e kësaj shtetaseje. Shërbimet e policisë, pas kryerjes së veprimeve procedurale, kanë njoftuar shërbimet e IKMT-s, IMT-s dhe Policisë Bashkiake, të cilat aktualisht po vijojnë me prishjen e ndërtimeve. Materialet procedurale do t'i referohen prokurorisë për veprime të mëtejshme.